hynë në fuqi rregullore të reja transfertat bankare më të lira dhe brenda ditës. Në fillim të kësaj jave, kanë hyrë në fuqi rregullore të reja të Bankës së Shqipërisë që parashikojnë uljen e transfertave kombëtare në lek dhe në euro. Banka e Shqipërisë ka vendosur që për pagesat në nisje të nisura në formë elektronike me vlerë më të vogël ose të barabartë me 40.000 lek, bankat ose institucionet e tjera të pagesave nuk duhet të aplikojnë komisione. Me rregulloren e mëparshme, ky kufi ishte 20.000 lek. Dyfishimi i vlerës së transfertave që përjashtohen nga komisionet bankare e lehtëson më tej kryerjen e pagesave dhe transfertave në vlerë të vogël në ekonominë shqiptare. Rregulloria parashikon edhe ulje të komisioneve për transfertat në vlera më të mëdha, e përshkallëzuar në disa shuma. Çmimi i komisioneve të aplikuara nga institucionet financiare për klientët e tyre për të gjitha urdhër pagesat në nisje me vlerë nga 40.000 lek deri në 1 milion lek nuk duhet të jetë më i lartë se 100 lek. Me rregulloren e mëparshme, transfertat deri në vlerën e 1.5 milion lekëve kishin një komision tavan deri në 500 lek për transfertat e kryera në deg dhe 250 lek për transfertat e kryera me internet banking. Rregulloria e re parashikon që çmimi i komisioneve të aplikuara për transfertat në nisje me vlerë më shumë se 1 milion lek deri në 5 milion lek nuk duhet të jetë më i lartë se 500 lek. Me rregulloren e mëparshme, transfertat me vlerë më të lartë se 1.5 milion lek mund të paguanin një komision tavan deri në 1.500 lek, 750 lek nëpërmjet e-banking. Për transfertat më të mëdha se 5 milion lek deri në vlerën e 10 milion lekëve, rregulloria përcakton një komision maksimal tavan prej 1.000 lekësh. Ndërsa çmimi i komisioneve të aplikuara për pagesat më të mëdha se 10 milion lek deri në nivelin e 15 milion lekëve nuk duhet të jetë më i lartë se 1.400 lek. Rregulloria e re ruan gjithashtu detyrimin për të aplikuar një nivel 50% të komisioneve për transfertat e kryera me internet banking. Për pagesat në nisje që janë të nisura në formë elektronike, e-banking, me vlerë më të madhe se 40.000 lek, komisionet nuk duhet të jenë më të mëdha se 50% e komisioneve të aplikuara për pagesat e iniciuara në formë jo elektronike. Për shembull, të gjitha transfertat e kryera me e-banking deri në vlerën e 1 milion lekëve nuk mund të ngarkohen nga bankat dhe institucionet financiare me një komision më të lartë se 50 lek. Në mënyrë të ngjashme, Banka e Shqipërisë ka vendosur edhe uljen e komisioneve për transfertat kombëtare në euro. Totali komisioneve për çdo transfert me vlerë deri në 150.000 euro nuk mund të jetë më i lartë se 0.02% e vlerës së transferuar. Me rregulloren e mëparshme, komisioni maksimal ishte 10 herë më i lartë, në masën 0.2%. Ashtu siç ndodh me transfertat në lek, edhe rregulloria për transfertat në euro do të stimuloj përdorimin e kanaleve elektronike për kryerjen e transfertave, duke parashikuar komisione të përgjysmuara për veprimet që kryhen nëpërmjet këtyre kanaleve. Komisioni minimal që bankat mund të aplikojnë për transfertat kombëtare në monedhën europiane, të kryera nëpërmjet e-banking, nuk mund të jetë më i lartë se 2 euro. Për transfertat në letër, komisioni minimal mund të jetë 6 euro. Ndërsa totali komisioneve për çdo transfert me vlerë deri në 150.000 euro nuk mund të jetë më i lartë se 0.01% e vlerës së transferuar. Ndërkohë komisionet maksimale që bankat mund të aplikojnë, pavarësisht shumës së transfertës, propozohen të jenë të njëjta si në rregulloren aktuale, përkatësisht 50 euro për transfertat e kryera në deg dhe 25 euro për ato të nisura nëpërmjet kanaleve elektronike. Përveç uljes së komisioneve, kuadri i ri rregullator u vendos bankave edhe detyrimin që transfertat kombëtare të finalizohen brenda ditës së punës. Me rregulloren e mëparshme, kryerja e transfertave kombëtare mes bankave të ndryshme kishte afat një ditë pune.